Dhe jo më larg se një javë u arrestuan 2 shteta skenerës në Shqipëri që kishin marrë përfituar pagesa nga kartat nëpërmjet mesazheve si post. Sa të mbrojtur janë shqiptarët nëse ne kalojmë komplet 100% me kartë. Nga këto lloj sulmesh. Pra kemi sot në gjithë vendet europiane, këto sulmet janë standarde, këto skemet. Vjen një email, kërkon dhënat, të marrin telefon, kërkojnë dhënat nga banka, është normale. Greqia u godit para disa vitesh nga një lloj skeme. I vajte një mesazh sigurisht banka vetë që kërkon të dhënat. Pra, do të përgatisim një herë mbrojtjen, pastaj të kalojmë tek qytetarët që ta përdorin kartën. Nëse ne sigurojmë që kjo të dhënat e tua si funksionon, mos i jep pinin, mos i jep numrin e kartës, mos klikosh çdo link që të vjen. Është shumë e thjeshtë, një link klikon, ti mor dhënat e kartës. Kush e mbroj qytetarët? Flasim për pensionistin, që nuk ka ide fare. Ai thjesht do shtypë një mesazh. Procedurën, po. E qartë. Edvin, a ka një mungesë besimi ndaj bankave në Shqipëri nga qytetarët? Se e përmendë pak më parë që duan t'i tërheqin para, duan t'i kenë në portofol, në shtëpi. Patjetër që ka një formë më tepër mos besimi ndaj bankave, unë besoj mos besimi në të gjithë rrjetën ose në gjithë mënyrën se si është organizuar të themi menaxhimi ose qarkullimi i paras. Patjetër nga një anë, si thash më parë, janë shumë zona të Shqipërisë që mos flasim vetëm për qendrat Durrës, Tiranë, të them metropolet, por të flasim për zonat rurale ku aty njerëzit realisht nuk arrin akoma të përdorin në mënyrë adekuate të duhur një smartphone, pa le t'i japësh një bankomat në dorë, dhe ti thuash nga sot ti do paguash çdo gjë, do të përdorosh vetëm këtë dhe nuk e kesh. Me këtë punën e celularëve nuk jam dakord se gjend TikTok i ke. Ato janë gjëra që janë bërë për kalimin e kohës, për të shtyr kohën. Por kur flasim për përdorimin e Po kamera, WhatsApp, TikTok, Instagram janë më të shkarkuarat vazhdojnë Shqipëri. Por mos harrojmë që edhe vendet të tjera kanë tentuar dhe tentojnë të bëjnë një gjë të tillë pra të cashlessin si shtatë dhe ju. Dhe kemi Greqinë pas krizës së madhe që ka kaluar, që u ngret një popull i tërë në këmbë dhe e kundërshtoi një gjë të tillë. Nga ana tjetër kemi Italinë, po ashtu që i tha domethënë mbi 1000 euro nuk lejohej, pra duhet me anë vetëm të kartave dhe aty qeveria u detyrua të tërhiqej mbrapsht. Kemi Gjermaninë që ka tentativa të ndryshme dhe as 40% nuk ka përdorimin e keshit të them me anë të kartave. Po Gjermania nuk ka një ministër me AI, për shembull. Patjetër ne jemi shumë më përpara dhe mendoj që kjo do të jetë një iniciativë që do shta dhe po na dëgjon dhe do marrë shënimet e saj për të bërë të mundur që të na kundërshtoj ose që na tregoj se si mund të jetë më lineare dhe se si mund të bëhet. Por realiteti shqiptar është kjo. Syri do pjesën e saj dhe shqiptari ndjehet i sigurt kur i ka në shtëpi, por shëstiku se sa të thash edhe të tifusi të mbajnë në depozitat